Atëre jemi në Anijen Union me kapitenin e Anijes, zotin Urim Canaj. Zoti Urim, tashi juve krijuat një eksperiencë shumë vjeçare në det, sepse unë paka shumë ju kam ndjekur në gjithë anijet që keni punuar dhe karrierën që u keni bërë si navigator. Por unë do të rikthem prap në kujtimet edhe në ato që do të shkruaj për ju, se kur ju filluat, kontaktin me detin, si ju lindi dëshira për të bërë navigator, edhe, inicia kush u bë, në një farë mënyrë iniciatori i kësaj që ti shkosh në shkollën e marinës e tjerë. Fillimin e njohjes me detin, e arsimimit me detin. Këto janë momentet që unë dua, fillim. Iga. Ikti, vazhdo ti. Po, dëshira me detin ka lindë sepse si lindur dhe rritur në Vlorë, dhe gjithmonë duke pasur një qytet, duke qenë një qytet bregdetar, ka qenë dëshira gjithmonë për të eksploruar më shumë në det. Me këtë pastaj vazhdova shkollën e marinës, fakultetin e marinës dhe nga navigacion. Mbas mbarimit të shkollës, pas 2 muajsh fillova punë si kadet tek Ania Teuta, për të parë. Kështu, dua të di diçka, kështu, një opinion tëndin, Kjo pjesa arsimimit, pjesa e shkollës, mendon se të përgatiti kështu t'i dha një rritë? Po, ti je baza, po nuk është gjithçka, sepse më shumë është praktika. Ti je baza, sigurisht po që në me bazën mirë dhe ke një përgatitje të mirë, ja akoma më i përgatitur se të ngelet të mësosh vetëm panën praktike që nuk është e vështirë për të mësuar. Kur e ke përgatitjen e mirë nga shkolla, sigurisht e ke shumë më të thjesht kur del në punë. Nga ato personelin mësimdhënës që kanë qenë aty në shkollë, për shembull, juve ke kujtoni se keni respekt shumë. Të gjithë profesorët, Ylli Meçaj, Lutfi Gjika, Gjergj Toska, Çim Sinani, ta kanë qenë tekës të navigacionit. Pastaj kadet ju filluat ke Ania Teuta, me kapiten kush ishte? Piro Kuçi. Me Piron? Po, do më tregosh diçka, kjo periudhë e kadetit. Çfarë më kupton kjo? Çfarë për një që sapo del njeriu do të ato që ka mësuar në shkollë i shikon dhe i prek realisht me dorë. Thonë siç janë çdo gjë në anije, po thas fillon ti njoh se çfarë janë pjesët e anijes, vingxhat, kalunat, aparaturat në urën e komandimit, çdo gjë. Është një kohë dhe një stazh, mendoj unë, është shumë e mirë. Është i nevojshëm. Është i nevojshëm që të bësh që të kalosh me radhë nga oficer i dytë, oficer i dytë, i parë, kapiten, duhet patjetër që të bësh të periudhën e kadetit. Sepse mëson të gjitha me radhë që nga fillimi në anën praktike. Se teorinë e mëson. Po shumë mendon se ti për shembull e kishe dëshirën që të mësoja sa më shumë në anije. Po ata që ishin ekuipazhi i anijes ishte i gatshëm që t'ju tregonte, domethënë kapitenet që kanë punuar kanë qenë të gjithë të gatshëm të mësojnë. Të mësojnë, të instruktojnë e tjerë. Ka qenë domethënë kanë mësuar se kanë punuar me shumë kapitenë, shumë anije. Në fillim kam ndruar disa anije, sepse atëherë ishte periudhë që kishte, si themi, shumë anije flota shqiptare. Dhe i bindeshën punoja disa muaj te një kompani, pastaj kalova te një kompani tjetër dhe kam ndruar disa kapitena. Kështu që nga provoja atyre kam mësuar shumë. Po, tash do